ndaj gjithë ata që dojnë qetësim, dojnë rehati, dojnë kënaqësi, ta ndihmojnë veten me namaz. Pa namaz, po të posëdoj dunjon dhe gjithë çka kon të është e kot. Nuk arrihet kënaqësia, shumë multimilionera, ndoshta edhe miliardera. Ju mungon kënaqësia, ju mungon rehatia, ju mungon qetësia shpirtërore. Nëse e dojnë Allahun, kënaqshëm në takim me të. Me nxespresum me nejt namaz, ose më fund namaz. Dhe prej këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte Bilalit, "Rihna ya Bilal." Na qetëso Bilal, thërë zanën, futemi namaz dhe të qetësohëm. Se ka qenë lidhje. E ke pa kur nën rina me dikën që dojna shumë. Qetësohet zemra, syni, goja. Nuk flet veç kishe me dëgju. Po. Kështu është edhe para Allahut. Kur njëri futet, qetësohet, i thot ato lutja, ato ajete i këndan, mediton to një qetësim të papërshkrueshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kishte ndonjë shqetësim dunjas, merrte ndonjë lajm dëmshëm, e kështu me radhë, futej me të shpejt namaz. Thoshte Aisha, futej namaz dhe qetësojnë atë.